Policia e shtetit ka publikuar bilancin e operacioneve dhe hetimeve të realizuara gjatë muajit mars 2025, duke shënuar një muaj intensiv në luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të drogës, armëve dhe kontrabandës. Gjatë kësaj periudhe, janë finalizuar 10 operacione kombëtare dhe ndërkombëtare në bashkëpunim me Interpol dhe Europol, duke sjellë rezultate të rëndësishme në garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Gjatë marsit, Policia e shtetit ka zhvilluar 67 operacione policore brenda vendit dhe 20 operacione ndërkombëtare, duke çuar në arrestimin e 555 personave të dyshuar për vepra penale të ndryshme. Si pjesë e këtyre aksioneve, janë sekuestruar 27 armë zjarri, 10 kallëpe eksplozivi plastik dhe 7 granata. Janë bllokuar rreth 80 kg kanabis, qindra doza dhe 1890 fara të kësaj lënde, si dhe sasi kokaine dhe heroine. Janë zbuluar 2 banesa në Tiranë të pajisura me llamba për kultivimin e kanabisit. Janë sekuestruar 500.000 euro të padeklaruara në pikën kufitare të portit Durrës, Rinasit, Morinës dhe Kakavijës. Janë konfiskuar 2 automjete të blinduara, silenciator, maska, dokumente të falsifikuara dhe para false. Në këtë periudhë, Policia e shtetit ka zgjësuar 3 grupe kriminale, 2 prej të cilave të përfshirë në trafikun e drogës dhe një tjetër në aktivitetin e prostitucionit. Po ashtu, janë parandaluar 5 ngjarje kriminale që përfshinin shpërthime me lëndë plasëse dhe konflikte mes të rinjve në Vlorë, kultivim të bimëve narkotike në Krujë, 2 raste të përshkallëzimit të konflikteve familjare në Dibër dhe Vaujidejës. Gjithashtu janë zbardhur 15 ngjarje kriminale, përfshirë dëmtime pronash me lëndë plasëse, plagosje dhe aksidente me pasoja. Policia ka ndërmarrë 20 operacione për të zbuluar dhe ndaluar grabitjet me dhunë dhe vjedhjet me thyerje. Policia ka sekuestruar mallra të kontrabanduara si ar, karburant, veshje dhe pije alkolike, duke e goditur 6 raste të trafikut të paligjshëm të këtyre produkteve. Po ashtu, janë identifikuar 3 raste të posedimit të kartmonedhave false dhe 4 raste të organizimit të paligjshëm të lojrave të fatit. Një tjetër rast përfshinte transportin e emigrantëve për kalim të paligjshëm të kufirit. Në bashkëpunim me institucionet kompetente, janë trajtuar 78 raste të krimeve mjedisore dhe 91 raste të dhunës në familje, duke forcuar përpjekjet për mbrojtjen e mjedisit dhe të grupeve vulnerabël. Policia rrugore ka shtuar monitorimin e akset kryesore të vendit, duke ndëshkuar me masa administrative dhe pezullime të lejeve të drejtimit për shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit. 150 drejtues mjetësh janë arrestuar, nga të cilat 111 për drejtim mjeti në gjendje të dhëur dhe 39 për drejtim pa leje. 313 leje drejtimi janë pezulluar për tejkalim të shpejtësisë dhe shkelje të tjera të rënda. 1190 masa administrative janë vendosur për tejkalim të normave të lejuar të shpejtësisë, duke e përfshirë raste ku drejtuesit e mjeteve kanë paguar 2 fishin e gjobës.